Që nga fillime deri edhe pas martesës. Ai keni të thonë me shkojt, po hajtë se sa gjithë pasola. Po, është shpreje pa lidhje mas pari pa shpreje pa lidhje. Jo, isha duke thonë mas pari. Ai që bën atë punë nuk duhet me bë këtë shprehje, sepse është fyerja mas sporti, apo din. E nuk përgatim pa nivel. Po ai që e thot këtë shprehje nuk ja thot gruz vet. Ai ja thot me shoqni, ai ja thot me gara dhe shpesh ka gara shoqnisë se si bën realisht, po i bën hormon shoqni. Ndryshimi që duhet me kuptuar që nuk është si lidhja, familja janë shumë të mëdha bele. Nëse ne jemi kon lidhje, kemi kaluar mirë, është kon kjo. Mas sporti, unë s'kom kërkuar, s'kom pas fakturë me ndonë me ty. S'kena kërkuar organizim familjar. Lindin problemet mas në gjatë jetës. Ku po harxojnë para ta sonte ti, e para. E dyta ti ke shku te shtëpia të familja jote, që s'ta kanë prish kur gjë, edhe në familje ke obligime tjera që ti duhet mi marr përsipër si parti familjar. Kur jeni lidhje si mendon këto? Kur nuk kam qenë lidhje, ndoshta edhe kur më kthyn 19 natë nuk u kon usja të shtëpia me më thon çao bo çao vanove sot. Jo ja kon fut gjom, s'ka pas kësht kuptim. Por sot kur shkojnë 19